Sistemi Safe City ka hyrë plotësisht në funksion në Maqedoninë e Veriut, duke sjellë një qasje moderne për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e shkeljeve të trafikut. Pas periudhës testuese, gjoba zyrtarisht fillon nga 1 shkort 2026, sipas Ministrisë të Punëve të Brendshme. Safe City është një rrjet i avancuar kamerash dhe senzorësh që monitorojnë trafikun e qytetit si Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe autostrada kryesore përfshirë korridoret 8 dhe 10. Ky sistem kap shkelje të ndryshme si te ilustrimi më poshtë. Qëllimi është reduktimi i aksidentave dhe krijimi i një ambienti më të sigurt për qytetarët. Si funksionojnë gjobat? Çdo periudhë provuese, dhjetor 2025 dhe janar 2026, shoferët merrin vetëm paralajmërime, jo gjoba. Nga 1 shkurti 2026, çdo shkelje e regjistruar nga kamera do të ndëshkohet sipas ligjit. Shoferët marrin SMS dhe email me raport dhe fotografi të shkeljes. Nëse gjoba paguhet brenda 8 ditëve, shuma mund të zvogëlohet në gjysmë. Pas këtij afati, gjoba duhet të paguhet plotësisht brenda 8 ditëve të tjera, përpara se të nisë procedura detyruese. Ky sistem është i zbatueshëm edhe për makinat me targa të huaja, dhe mos pagesa mund të ndikojë në hyrjen e shoferëve të huaj në vend. Sipas Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe mediave lokale, gjobat për shkeljen e regjistrimit nga Safe City janë të ilustruara më poshtë. Shoferët duhet të jenë të informuar dhe të kujdesshëm, sepse sistemi do të monitorojë trafikun në mënyrë të vazhdueshme dhe automatike. E ju ndjekës të Fakti Ditor, mos harroni të na bëni follow në Instagram, Facebook, YouTube dhe TikTok. Shihemi në video të radhës.